Ja ndalova për të pirë një kafe këtu në Lungomaren 4 të radhimës së rilindur dhe më erdhi një nga ta djemët, më solli kafen, i thash sa e ke pagën? 1.000 euro. Oh, me gjithë bakshishe, sa e keni pagën? 1.000 euro. 1.000 euro. Po. Bakshishet? I mbani vetë. Ja urdhroni. Këtu jemi në Lungomare 4 në radhim. Kush do të vi ta verifikoj? Çapati Llamba, Ravet në Oxhaku. Edhe një herë, Çapati Llamba, Ravet në Oxhaku. Nuk e di pse pata një deja, do me thënë pata një, sikur pash filmin e keni parasysh Çeços, Gjole, kam duket e ka pasur të filmi atëherë, ashtu më duken. Fytyrat e çunave, shumë çuna të mirë, punëtore gjithë me radhë, bravo, shumë mirë që punojnë. Biles unë po ndij shumë, po më vjen njerëz zakonisht keq se më duken sikur të detyruar. Gjuha e trupit flet shumë, pjesa e mimikës, fizionomia e tyre, ku diun se ç'mund të them tjetër. Fytyra e tyre nuk ishte aq e lumtur sa që pretendon për shembull Edi Rama, që kërkon, domethënë, të hedh poshtë atë që njerëzit thon sot që nuk janë të kënaqur, të lumtur dhe nuk arrin dot të bëjnë një test minimale me ato rroga që ka sot Shqipëria. Ata çunat jam shumë i sigurt. Jam shumë i sigurt se më kanë shkruar, për atë zot më kanë shkruar na 12 deri në 16 orë, 1.000 marrin vërtet 800, 900, 1.000, 1.500.000, 2 milion guzhunjeri, por janë në mëngjesi në darkë. Janë 12 deri në 16 orë. Biles janë me 4 orë gjumë. E kuptoni, kështu që duhet par pak kjo gjë. 1.000 euro 8 orë është më se normale, për shembull në kohën e turizmit, patjetër që po. Pse jo mos të jenë gjithmonë dhe këto rroga, se këtu i kanë 1.600 euro marrin çunat për shembull, kur punojnë këtu në te vendi që jam unë. 1.800 me orë shtesë, nëse duan të bëjnë shkon 1.900, 2.000 e me radhë. Sa më shumë orë të bësh, më shumë paguhesh, po baza aq është 1.300, 1.500, 1.600. Tani çfarë ndodh? Mua më duken këta çuna sikur ishin të detyruar. Më erdhi shumë keq, më duket ndonjëherë sikur ka marrë me kështu me hajde folni këtu ju. Ndërkohë ata të shketët, sidomos ai mezit aty, ai thot me vete s'ka çat bëjë se kush e di, edhe ai është në punë aty, po mos ti shkonte, po mos të fliste, humbiste punën, patjetër që humbiste punën se ishte diktatori aty, hante po pinte diktatori. Protestuesit rrinë atje me një shishe ujë në xhep, e marrin të ftohtë në shtëpia edhe e pinë të ngrohtë deri në shesh midis protestave atje. Kështu që më duk sikur Çapati Llamba, Ravet në Oxhaku. Çapati Llamba, Ravet në Oxhaku. Gjithsesi atyre çunave Zoti ja ushtof fuqinë, punoni çuna se çfarë të bësh, ai stan atë bylmet ka.